ata që kanë, por edhe të tjera. Në fakt, Sokol, traktati për ndalimin e testeve bërthamore është një nga shtyllat e sigurisë ndërkombëtare, ashtu si e dim, por megjithëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë ratifikuar zyrtarisht. Pyetja lind nëse SBA-ja do të rifillojë testimet, a rrezikon të minojë themelet e marrëveshjeve globale për mos përhapjen e këtyre armëve bërthamore dhe të nxjisë edhe vende të tjera pra të ndjekin të njëjtin shembull si SBA. Po, kjo aty na drejton neve, por duhet të thënë edhe kjo që tashmë marrëveshjet ndërkombëtare apo institucionet ndërkombëtare, sidomos të 2-3 vitet e fundit, biles më shumë se 3-4 vite po bëhen me luftën e Ukrainës, tregojnë që nuk janë efikase, nuk e kanë funksionimin e tyre siç e kanë pasur të paktën para 10-15 viteve. Pra, janë ato marrëveshje, dikush e ka firmos dhe dikush nuk e ka firmos, por gjithsesi mosqenia e një superfuqie, pra domethënë mosqenia efektive e qëndrim, domethënë për të krijuar një paqe të qëndrueshme në mbar globin nga Kombet e Bashkuara, kjo normalisht që lën disa qoshe anash, pra siç është Amerika, Rusia, siç është edhe Kina apo edhe Anglia, Franca, që mund të testojnë gjërat e tilla dhe kjo automatikisht i prish të gjitha ato marrëveshje që janë bërë ndërkombëtare, por kjo duhet parë, domethënë se sa herë bota shkon nga ana ekonomike, shkon pa keq, rritjen tensionet e luftës, kur kemi pasur shumë mirë në fund të viteve 50, 60, 80, por edhe atë kur kurzuar komunizmi. Kështu që marrëveshjet që janë bërë në shumë shtetet kryesore, mes shtetet kryesore, sidomos për nuklearizmin, kjo lë shumë për të dëshiruar dhe tashmë të dhënat e fundit që vijnë nga Amerika thuhet që tash testimi i tyre ka filluar. Pra, Trump ja tha javën e kaluar, por këtë javë ka filluar testimi i tyre në baza, domethënë në miligrame shumë më të vogla dhe jo ashtu, por edhe totimin të njëjtën anë ka filluar diçka, domethënë provim të jo, por kemi bërë prove bomben që do ta hullim nuklearen dhe jo vetëm nuklearen, por gjithsesi diçka ka filluar dhe kjo nuk është të duket shumë e hajër, por të edhe janë presione për nga një tjetër. Pra superfuqitë e mëdha, Amerika, Kina, ato i bëjnë edhe mundohen të bëjnë edhe presion duke përdorur domethënë këtë thëna dhe këto prononcime zyrtare, qoftë ndoshta edhe vetë arma nukleare. E qartë, këto presione, Sokol, se i përket deklaratës që ka bërë presidenti i SBA-s Donald Trump, a mund të përdoren për rikthimin në tavolinë të negociatave për armët bërthamore? A mund të përdoret, e paktën shumë strategjiste thonë që kjo aty do të shkojë, pra do të përdoret për këtë punë, por si do të reagojnë do të kuptuar edhe vetë Trumpin se nuk i dihet se çfarë sot e thotë ndryshe, nesër e thotë ndryshe, pas nesër e thotë ndryshe. E qartë. Ka ana tjetër, Sokol, kritikët thonë se rifillimi i këtyre testimeve bërthamore mund të ndezë edhe një cikël të ri tensionesh global dhe mund të rikthejë edhe frikën e viteve të luftës së ftohtë. A është kjo një lëvizje, Sokol, e menduar për të rikthyer frikën e instrumentit politik? Po, kjo është e menduar, nëse referohen për shembull fiks para 5 vite kur ishim në kohën e pandemisë, do të krijuar një frikë, pra aty domethënë janë pothuajse të gjitha me paramendime, pavarësisht se si i emërtojmë dhe si shprehen në publik apo se si nxjerrin në teatr ajo e shkruar, por gjithsesi janë ajo frika, pra dhe pika kryesore këtyre përdorimit këtyre testimeve, po mendoj që kjo është tanit për paktën, por do të shohim se dimri është i ftohtë në shumë kontinente të botës dhe nëse referohemi domethënë në Amerikës direkt pas tyne fjalimeve të ashpra për testimin e këtyre armëve për të treguar fuqinë e vet, kemi edhe prononcime krejt të tjera, ku thot për Argjentinën, ku thot për Sudanin, ku thot për Nigerinë, për tjera që për ndërhyrje të tjera, pra kjo tregon që i sebepi i tyre domethënë është ajo për të krijuar atë frikën reale tek populli, pra domethënë tek opinioni mbar botëror. E qartë. Mirë, Sokol, nga ana tjetër Trump ka thënë se ka urdhëruar Departamentin e Luftës të përgatitet për aksione ushtarake në Nigeri. Kjo ndërkaq ngre dhe pyetjen themelore për kufit e kompetencave prezenciale dhe për procedurat ligjore. Nga këndvështrimi i së drejtës ndërkombëtare, Sokol, dhe të ligjit amerikan, çfarë autoriteti ka presidenti për të urdhëruar sulme jashtë vendit pa miratimin e Kongresit? Apo për të shpallur një luftë nuk e ka, domethënë, e drejta amerikane, pra ligji amerikan nuk e ka ashtu, po dhe ligji ndërkombëtar nuk e ka ashtu, domethënë do të marrë vendime. Edhe Amerika do të marrë vendimin e vetë të Senatit amerikan, po ashtu edhe Kombet e Bashkuara, por në fakt disa
pika kryesore të ligjit amerikan dhe të kushtetues amerikane janë që ja japin atë drejtin. Pra për të ndaluar një pyetje, një gjenocid, siç thotë Trumpi, gjë po shpëtojnë kristianët atë në Nigeri. Ky është preteksti i tyre, apo po ndaloj ato nëndecet që janë të mbushur me drogë të atyre që po përfuten në Amerikë, pra e ka një të drejtë, pastaj konsolidimi i saj do të më kaluar për Senatin Amerikan. Po ashtu edhe të Kombet e Bashkuara, por nëse je më i fortë i të fortave në këtë botë, do të thënë Amerika ka dhënë disa shembuj që këtë është ligjente të bën, për shembull e fundit e kemi edhe sulmin me dysha që bëri në Iran, pra që i bombardoi centralet nukleare të Iranit dhe edhe ai nuk mund ta bënte, domethënë normalisht, pa okej në Senatos, por ai ligji i amerikan i jep atë mundësi. Pra hira, dola, e bëra, ndalova dhe u ktheva. Pra nëse qoftë në këtë aspekt, Amerika mund të bëjë shumë gjëra sepse e bëri. Domethënë pra këtë vit ja arrit ta bëjë një të gjë, domethënë pas Senatit. Por ne referohemi luftës së Irakut apo të Afganistanit, ndërmarrësh që është marrë okej nga Senato aty, edhe pse ne vonë për pastaj dalin që jo, po Saddami nuk ka pas barba bërthamore të tjera, nëse ju kujtohet, domethënë vite më parë që pat folën atë kohë Bushi, po edhe Tony Blair i Anglisë. Pra ato normalisht nuk i ka të drejta presidenti amerikan, por ka një pikë, domethënë ne 4 pika A, B, C, nuk pikë C, që ja jep atë të drejtë dhe pastaj konsolidimi i asaj, sepse kështu e mund ta bindi edhe Senato, që ishte një gjë shumë e rrezikshme, domethënë nuklearizmi, për shembull, që ndolli në Iran, edhe ne e anulluam, domethënë pra ne e fshime nga rruzi tokës dhe nëse kërkohet një hyrje, normalisht edhe Senati amerikan do të japin okej. E qartë, në fakt, si pritet të ndikojë dhe pezullimi i ndihmës amerikane Sokol në kapacitetin e Nigerisë për të luftuar kështu grupet ekstremiste dhe nga ana tjetër, si mund të ndryshojë kjo dhe raportet strategjike midis Washingtonit dhe Brukselit, por edhe vendeve të tjera? Po Brukseli e shef në aspekti tjetër, domethënë e shef totalisht ndryshe Nigerinë, sepse ka vetë, si thënë asaj, ka fushën e ndikimit të vetë asaj, kurse Washingtoni e shef krejt tjetër, Kina e shef po ashtu ndryshe edhe ndryshe. Dhe preja e ndihmës së këtyre normalisht është totalisht një strategji e vetë Amerikës dhe për këtë ndihmon projektin apo strategjinë e Amerikës, kurse për Europën jo, por do të shohim domethënë në ditët në vijim se si do të reagojë Europa, ku Europa them Europa, por në fakt nuk e kemi një politikë të jashtme apo një ushtri të Europës që vendosin sikur vendos vetë Amerika, domethënë, por do të kemi prononcime ndoshta krejt të ndryshme që ofron Anglia, Franca, Spanja, Gjermania, do të kemi të ndryshme, por gjithsesi gjithë ky projekti që thotë Trumpi është strategjia e vetë Amerikës dhe me botkuptimin dhe me, si thënë asaj, me interesin totalisht të Washingtonit dhe jo të vendeve të tjera, pra të Europës apo të tjera. Këtu mund të kemi një krizje mes tyre, por gjithsesi Amerika ja arrin ta bëjë atë vetëm, domethënë në shumë vende siç e bëri, domethënë në disa në administrata e dytë të Trumpit, edhe në këtë çështje, duket që Europa ka ngel pak hapa më pas, domethënë për të shtrirë në fushën e saj një strategji për të mos prerë ndihmat dhe mos të lërë të rriten dhe grupet radikale që vrasin me vërtet me Qina apo me mijë njerëz, domethënë në ditën e Nigerisë. E qartë, mirë Sokol, për të mbyllur pyetja e fundit, deklarata e Trumpit përshkruan dhunën si kasapan mbi të krishterët, ndërsa nga ana tjetër të dhënat lokale dhe analizat tregojnë se aktorët dhe shkaqjet janë të ndryshme, pra dhe shpesh përfshin këtu konflikte pronësie, etnie dhe kriminaliteti. Pyetja është se sa i saktë është portreti i dhunës që presidenti i SBA Donald Trump bën në komunikimin publik dhe rrezikon kjo nga ana tjetër për shkallëzimin e tensioneve fetare. Apo kjo ndikon, automatikisht ndikon në përshkallëzimin e luftës ndërfetare, grupeve radikale, radikalizon edhe shumë grupe dhe lindet e grupe të tjera. Në fakt kjo është mundësia që bëhet atë që krijohet vetë nga situata, por do të thënë kjo që prononcimet të tjera të Trumpit nuk është se kanë realitetin e zonës, pa realitetin e fushës, siç e dimë, domethënë shumë mirë që e ka pasur gjithë bota, domethënë edhe në Gaza, për shembull, një të gjatë listë Trumpit, por bëhet fjalë që kanë vdekur mbi 70.000 njerëz, domethënë fëmijë, gra e fleq, pra nuk është realiteti i Trumpit ai që thotë Trumpi në Gaza, pra edhe në Nigeri e njëjta gjë ndodh, ai që thotë Trumpi thotë për të bindur, se duhet harruar, domethënë që pas në mos gaboj pas 11 muaj kemi edhe zgjedhjen në Senatin Amerikan, kështu që Trumpi mundohet për të mbrojtur votën e saj dhe për të bindur, domethënë sepse dihet që është në krahun e evangelistëve dhe pra për të shpëtuar të krishterët, por siç e thatë pak më parë, janë probleme pronash, janë probleme krejt